Por megjithatë i është organizuar futbollistit i cili ndoshta ka bërë njërin ndër transferet më të bujshme në Maqedoni premjeve të simit e këtej. Bëhet fjalë për ish futbollistin e Renovës, ndërsa tash antari i Bundesligës Schalke 04 Besart Ibrahimin. Besart i ftesën për ndeshjen miqësore kundër Malit të Zi ka shfrytëzuar që të takohet me më të afërmit e tij në vendlindje Kërçov, prej nga u sjellim thekse nga ky takim të jetë i përzemër dhe emotiv. Ta ndjekim së bashku. Futbollisti aktual i njërës nga skuadrat më të fuqishme në Bundesligën gjermane, Schalke 04, i cili më tash për këtë skuadër ka pasur edhe një paraqitje 13 minuteshe kundër Freiburgut, Besart Ibrahimi ka vizituar Kërçovën, vendin e tij të lindjes, ku është takuar me më të afërmit e tij. Me rast, Besart Ibrahimit i është bërë një mikpritje madhështore dhe jo e rëndomt, e tillë çfarë vërtet Besart Ibrahimi meriton. Veçanërisht ka qenë emocionues takimi me prindërit, udhësinë e Renovës, bashkëshatarët dhe shokët e tij të rinis, ku ne po shkëpusim disa sekuenca interesante, të cilat na i ka sjellur korrespondenti ynë nga Kërçova, Shaban Dalipi. Kjo është një çast shumë i veçantë për mua. Të presim përpara gjithë kjo, fshati është fshati Greshnic, nuk mundem me asnjë ndjenjë me e krahasu, është shumë e veçantë për mua. Por asojë të komunës, sidomos treneri Napredokut, kryesia e Renovës. Shumë i falenderoj të gjithë për këtë manifestim që më kanë bërë. Pas disa muajsh, pra jeni aktivizuar një herë në klubin Schalke 04. Çfarë çastesh keni përjetuar? Si e keni ndjerë veten në atë moment? Po se di çka më thënë, veten e kam ndjerë si çdo lojë tjetër, kupton? Nuk ka pas ndonjë pengesë që ka pas tifoza ose njëjtë ka qenë për mua si çdo herë. Çfarë vlerësimi keni për klubin e Schalke 04? Po normalisht që kam vlerësim të mirë, punoj profesionalist, shumë më ndryshe se në Maqedoni. Në fillim të kisha pak problem, tash u adaptova, pak shumë më mirë është. Dhe tash shpresoj që së shpejti të më shifni edhe të krenarin me mua që dhe jesha stadion, po. Kemi dëgjuar dhe kemi lexuar fjalë të mira që ka thënë për ju trajneri Magat. Po, ka thënë fjalë të mira. Ka thënë edhe që duhet me u përgatitë edhe pak. Këtu në Maqedoni luhet futbolli shumë më ngadalë. Edhe kisha pak problem fillim, tash vetëm me ato të punu që të punoj, pak ma të mendoj ma shpejt e kujt. Dhe më thënë, keni filluar me shërbitjet intenzive? Po, gati tre herë në ditët kena shërbitje, punohet shumë me shpejtësin, ma shpejt në çdo herë në top lojë. Është një konkurrencë fort, me siguri në një klub me renome botërore. Normal që është një konkurrencë shumë e vështirë, ka 40 lojtarë prej çdo shteti. Normal ata të vendit kam pak ma përparësi, unë kam edhe pak problem me gjuhën, po tash kam nisë, kupton, me mësu. Gjuha është një pjesë shumë e mirë për karrierën tim. Besarti ka dëshmuar edhe një herë që është lojtar i kalibrit të lartë. Sidoqoftë edhe në Maqedoni, por njëkohësisht është një vlerësim i madh si një strateg i njohur botnor, Magati, i cili ka vlerësuar për Besartin se i ka të gjitha performansat që ky lojtar të ecë edhe më shpejt edhe më në nivel më të lartë. Kështu që Besarti, duke marrë parasysh trenerin Magat, në të cilën ky trener i njohur është në Bundesligë, trener që ka qenë në Bayern e Münchenit, edhe shumë klube të mëdha, kështu që
Vlerësimi i atij është një barometër që me të vërtet neve na jep shpresë, gjithashtu edhe Besartit të jetë një potencë që sa më shpejt të arrijë në Bundesligë në standardin më të lartë. Ai ka dhënë vullnet lojtarit ton se një ditë do të jetë lojtar standard në ekip. Po, neve fillimisht kur kena marrë Besartin si përforcim, kena vlerësuar se ky djalë i ka ato parametrat edhe i ka ato cilësi që mund të arrihet. Njëkohësisht lojtari si Besarti, lojtarët e mëdhenj shkojnë në klubet e mëdha. Si klub në Maqedoni më i organizuar është klubi futbollistik Renova. Njëkohësisht prej klubit futbollistik Renova ka shkuar në një klub, i cili është klub me renome, ku më së pakti shiqus ka mbi 65.000-80.000 shiqus. Kështu që edhe një herë kjo është një dëshmi për Besartin edhe për ne gjithë shqiptarëve dhe duhet të mburrena maksimalisht se këto troje dhe ky vend ka lojtarë cilësor dhe talent. Çfarë perspektive mund të parashikohet për Besartin? Po Besarti tash është edhe ka qenë në reprezentacionin 21, është në reprezentacionin i thirrur në reprezentacionin A, kështu që edhe selektorët edhe trenerët në Maqedoni për Besartin kanë fjalë miradije që ky djalë gradualisht është në formë, edhe njëkohësisht neve kena përcjell edhe Pandevi i jep shumë vlerësime. Dihet lojtar Pandevi se është lojtar i kalibrit lartë Maqedoni, po unë kisha thënë se mbas Pandevit, po paralelisht me Pandevin, Besart Ibrahimi i ka këto cilësi. Do të jetë një sprov gjithashtu edhe ndeshja e ardhshme miqësore që Maqedonia luan me Malin e Zi. Po, gjithashtu Besartin është në listën e selektorit, kështu që me treshin në stadiumin e qytetit të shohim Besartin edhe një herë në skenën ndërkombëtare. Mbetet që t'ju uroj suksese për klubin Renova. Faleminderit gjithëve kudo që janë shqiptarët, në mburje si ka ana e Besartit edhe një si klub futbollistik për herë të parë në historinë e këtyre trojeve, ekipa shqiptare për herë të parë ka marrë është vice kampion, njëkohësisht ne mendojmë, shpresojmë dhe jena të ngulfatë që këtë vit 2010 klubi futbollistik Renova të bëhet kampion shtetëror. Sukses. Faleminderit.